U konë sa ti të pojë, me thonë dhe kom fillu i kanam, thotë. Më fali, kom fillu katin e ty, thotë. Vallaj, s'kom dalin lek mo. Se me lek dhe mje pa haramu dhe i thotë. Pra i këshim bot vera, thotë. Përzi haramin. I gjasë të bëj mirë me këta, për nuk pa mirë shumë. Ama me të tjere, me halal, ma sundaj, se vallaj të vërqeni pari, ke dera shënetit, edhe ke gjuhët dera, e gjymerdhërët, e atyri që bëj mirë. Pra, ma se nëllë me Ramazonin. Po se ti është gjallë, leviz, e inshallah, ti është në të dashurit e Zotit xhenetet e tij. Allahu na falë edhe na mëshirë. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله ne pranon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë të rëndësishme vëllezër. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maksimumi nuk janë as 30-40 herë në lisej, flasin miliona fjalë gjatë ditës, por dhe Gjibrili alayhis salam i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çdo gjë ma ka mësuar Zoti që ta di, shumë gjëra. Për çdo gjë thënë që pinto, që çel, që kalbe, që rrethën e kredi di thot gjithë botën. Po i gjë nuk e di thot. Çfarë të se di se sa është përblen Allahu, atë i çon salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me i fjalluaj, shpërblimi është i madh tek Zoti xhallahu, po njëkohësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ketë dëshmitar apo avokat, me thonë, para Zotit. O Zot, falë filoni. O Zot, falë filoni se ka dhe kusravat. Edhe ju mos harroni çdo xhumë, jashtë xhumës, të paktën 10 herë ditë me të kusravat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah ne pranon salavat. Na falë me shiratit në që jemi këtu, ja Rabbi. Mos na let gjina pa nafshi, ja Rabbi. O Allah ne pranon muajin e Ramazanit, ja Rabbi. Ditët e Bayramit, ja Rabbi. Sadakat tona, ja Rabbi. O Allah, namazet tona, na i pranon, ja Rabbi. O Allah, edhe mas Ramazanit, mas na ndaj nga namazet, mas na ndaj nga veprat e mira, ja Rabbi. Dhe na distancon e largon nga çdo vepër e keqe, ja Rabbi. O Allah, na uzon gjithë shka që fitojmë në sitanë dhe largojmë fitorin tonë, ja Rabbi. O Allah, na përgaton e mirësi dhe begati, aq sa na duhet, ja Rabbi. Kemi nevojë për gjithë shka për në javësh, ja Rabbi. Dhe ajo që jep të imani Zot është e gjitha e mirë për ne, edhe për pjesëtarët e familjeve tona, ja Rabbi. O Allah, gjithë në sot tuve me halla, ja Rabbi. Na i leso. O Allah, vem me gjinohën e fshi, ja Rabbi. Mas të ndjerë për kësaj gjamije, vetëm se me gjinohën fshime, ja Rabbi. O i mëndë Allah, ato që vend me Borgjë të timojnë, që ti li kujdojnë, ja Rabbi. Ato që vend s'mo, o Allah shëroj, pastroj, ja Rabbi. O Allah, ato që vend mashe vjetë begatoj dhe të broj, ja Rabbi. Sigurojnë është dhe keqe, vërdoje jetët me imon, ja Rabbi. Ata që janë mashe letë pa punë rozë, Zot punësoj, ja Rabbi. Jepo rizkë Allah, ja Rabbi. Jepo punë Allah, ja Rabbi. Dhe ata që vend pa martohë tim dhe vajzë, o Allah, bashkoj, ja Rabbi. Jepo fatrajt, pasaj gjumajt, ja Rabbi. O i madhe Allah, lutëm dhe për gjithë dashërit tonë, besimtare dhe besimtare, që në rënkaru për kësa jetë, falë me shiroj dhe bejve të në gjëneti, ja Rabbi. Allahu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na dhërat, që ti me të